Rruga u bllokua e policët janë gati. Mbi 100 të uniformuar nga njësitet e ndryshme nisën operacionin. Cak i kanë qeflinjet e natës. Organet e rendit po dyshojnë se në kafiterit që janë në qendër të qytetit po përdoren substanca narkotike dhe her pas here po përdoret edhe dhuna. Kështu shumë shpejt nisën të gjejnë ato për të cilat kishin dalë të kërkojnë. Pati edhe më të mëdha. Në një tjetër lokal u gjet edhe drogë. Kjo bëre që të vjen prangat e dyshuareve. Aksioni i kontrollimit vazhdoi edhe ndaj femrave, teksa policia ishte në çdo qoshe të qendrës së qytetit. Raporti i parë që e pozitiv. Në rregull, Charlie 4 ja përfundove edhe ti. Por uniformat e policisë vazhduan edhe më shumë. O krye? Operacioni nuk u krye. Radha është për klubet e natës. Edhe këtu policët janë të shpejt. Kontrollohet çdo qoshe e lokalit. Në detaje bastisen edhe njerëzit që janë brenda. Askush nuk amnistohet. Erdhen edhe rezultatet e para. Policët gjetën marijuan. Të bastisurit nuk deshën të flasin për këtë operacion, por prapa kamerave thanë se veprimet e tilla parandalojnë krimin. Natën mes së shtunës e së dielës janë sekuestruar 14 armë të ftohta dhe janë arrestuar 16 persona. Ata dyshohen se mbajtën armë të ftohta, substanca narkotike, si dhe furnizuan me pije alkoolike personat në moshën 18 vjeçare. Disa nga ta u prangosën për prishje të rendit dhe qetësisë publike, por të gjithë këta persona u liruan më vonë me procedurë të rregullt.